Unë jam sportiste e klubit sportiv Tirana, siç e shikoni, dhe sot përveç se garoj për të ndihmuar klubin që dalim kampion për vitin e disa herë qoftë radhazi, por edhe dua që të ruaj titullin tim si sportistja më e mirë e kampionatit kombëtar për herën e 16 radhazi. Pas një vit ndërprerje, kështu që ky është një objektiv i vogël në fakt, sepse unë këtë vit kam vendosur të mos bëj garë ndërkombëtare, po marr një vit qetësie, thjesht po stërviten pse edhe për të mbajtur veten time në formë, por që përse rezultatet janë kaq të mira sa që unë mund të arrij rezultatin për të shpallur sportistja më e mirë e këtij kampionati. Kështu që ky do të jetë synimi im sot, ku do të marr pjesë në 3000 metra me pengesa dhe ditën e dytë në 10000 metra. Thash për t'i dhënë pikë maksimale klubit edhe për të ruajtur titullin si sportiste më e mirë. Si? Pse ky vendim për të ndalesë? Unë të jesh sportiste atij niveli që unë kam qenë prej vitësh, do një sakrificë shumë të madhe dhe le të themi mbas lojrave olimpike kisha vendosur dhe në kokën time që dua të marr pak qetësi, unë ndjeja e lodhur, më shumë e lodhur psikologjikisht, duke qenë që unë jam e vetmi e këtij niveli dhe duhet rria veten nëpër male dhe ndjeja shumë vështirë këtë pjesën jashtë një jete normale, me njerëz, larg familjes, kështu që doja pak qetësi dhe njëkohësisht edhe po reflektoj, po mundohem të balancoj gjërat se sa mund të më vlej më tutje apo sa jo. Kështu që kjo është arsyeja pse unë kam këtë vendim sot. Njëkohësisht po i përkushtohem dhe akademisë time që pse jo në i me të nxjerrë dhe unë sportist, edhe ta shoh veten do doja shumë si një trajnere suksesshme. Kështu që këto janë objektivat afat shkurtër dhe afat gjatë.